Lushnja ka përjetuar me emocione dhe krenari mbrëm 87 vjetorin e lindjes së ikonës së muzikës shqiptare Vaçezela, përmes një koncerti festiv të organizuar në qendër të qytetit. Aktiviteti mblodhi dhjetra qytetar, artdashës dhe figura të njohura të muzikës, duke kthyer mbrëmjen në një festë të vërtetë. Në sken u ngjitën emra të njohur këngëtarësh nga Lushnja dhe motrat Libohova, që interpretuan disa nga këngët më të njohura të repertorit të Vaçezelës, duke rikthyer emocionet dhe nostalgjinë e brezave. Sot jam 20 vjeç, edhe jeta më thret, të qesh të këndoj, dhe gëzimet të ndërroj. Publiku i pranishëm i shoqëroi interpretimet me duar trokitje dhe këngë, duke dëshmuar se trashëgimia e saj vazhdon të jetojë fort në zemrat e lushnjarëve. Këngët e Vaçës janë burim frymëzimi, jo për ne si artist, po për të gjithë populli shqiptar, mos them më gjerë se populli shqiptar është hapur shumë. Unë kam pas shoqet e mamas, sa kam kujtime shumë të bukura, se vinte në shtëpi dhe pëlqente shumë ato lule, sidomos lulet e borës. Edhe mami gjithmonë i falte nga një lule. Një herë vetëm jam takuar me Vaçën në shtëpinë e saj. Kam vajtur punë këngë për punë muzike dhe kam ndëjtur aty një 2 orë që janë dukur si 20 minuta. Unë jam rritur në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve me këngët e të madhes Vaçezela dhe është nder dhe privilegj që unë të jem sot këtu e të këndoj një nga këngët e saj në këtë përvjetor. Cilat nga këngët e Vaçës të repertorit saj ju i keni në përzemër? Patjetër, Djaloshi dhe Shiu, Lemza, mund të them se unë jam rritur me gjitha këngët e saj dhe nuk mund të veçoj ndonjë, por për mua është Djaloshi dhe Shiu. Vaçja është e para unike shkollë shqiptare e këngës muzika e lehtë shqiptare. Imagjino, nuk ka Italia një shkollë të tillë. Italia vërtet ka këngëtar të global, por një shkollë të muzikës lehtë nuk e ka. Ne për fat të mirë nuk e kemi shkollë, po e kemi shkolla Vaçezela. Në qoftë se një talent i ri ka një zë nga natyra, mjaft të dëgjoj Vaçezelën se si këndon, se si e transformon zërin, se si hedh refrenin me notat, me interpretacionin, ajo është shkolla e bukur. Vaçën fillimisht e kam njohur nëpërmjet radios, se ekran nuk ishte në atë kohë kur unë kam filluar të këndoj. Si lushnjare, familjen e saj, motrat, vëllezrit e saj, por si këngëtare e kam njohur nëpërmjet radios me zërin e bukur dhe e kam pasur, të them më mirë, idhullin tim gjatë gjithë rrugëtimit tim artistik. Pra, ajo ishte që na udhëhiqte se si këndohet kënga e muzikës e lehtë dhe më vonë ajo e muzikës popullore, se fillimisht e ka nisur me muzikën e lehtë. Organizatore e këtij aktiviteti ishte Bashkia e Lushnjës. Qëllimi i tij ishte ruajtja dhe promovimi i vlerave artistike që la pas artistja e popullit, duke konsideruar këtë koncert si një homazh të merituar për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare.